Talha ibn Ubaydullah radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë prej njerëzve të parë që ja ka dhënë besën Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po, ju e dini pas fitnes e Uthmanit, tash disa sahabit mëdhaj janë ngrit edhe kanë kërku që me morë hak për atyre njerëzve, me qitë para ligjit edhe me panë se qysh gjykon shariatin mbi ta. Talha bashkë me Zubairin edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha kanë shkuën në Mekë prej Medinës, pastaj prej Mekës kanë shkuën në Irak atje, edhe atje ka ndodhur betejë e Devës. Ka ndodhur betejë e Devës. Ka ardhur transmetime se kur ka dëgjuar Aliu radhiyallahu ta'ala anhu që kanë shkuar atje, ka shkuar Aliu me ushtrinë e vet. Edhe janë marrë vesh që Talha me Zubairin me gjithë më këthyn në Medinë. Bile ka disa transmetime që janë përqafu. Edhe tash po vendosën më këthy ata në Medinë. Kur disa të pa fe, disa munafik kanë pa që sahabit e pejgamberit po përqafohen edhe po afrohen njëri me tjetrin. Edhe na nuk kemë më vend, edhe nuk kemë mundësi me shkaktu përçarje dhe fitnë mes muslimanëve, çka ka ndodhur, janë shpërndan dy ondë. Disa ka ona e Aliut, e disa ka ona e Talha, Zubairit edhe Aishës, edhe kanë ngritë zonat e tyre, kanë thonë el-Ghadr. Ka tradhtin këtë marrëveshje që kanë bën. Edhe çashtu është bo hallakam derisa ka fillu lufta me sahabive të ndershëm. Në atë betejë mbytet Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Në atë betejë mbytet Zubair ibn al-Awwam, që do të vjen edhe biografia e tij. Në atë betejë mbytet edhe djali i Talhas. Bile ka ardhur disa transmetime, Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thotë se djali i Talhas ka qenë shumë bëmirës me babën e tij. Shumë e ka dash, shumë e ka respektu. Saqë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thotë shkaku që është mbyt kënjërë është bëmirësia e madhe ndaj pejgamberit, ndaj babës tij. Talhan radhiyallahu ta'ala anhu, Aliu e ka gjetë të mbytur. Talha nuk ka marrë pjesë betejë. Tu largu prej betejës është gjujt. Tu largu prej betejës është mbyt. Në njëjtën kohë është mbyt edhe Zubairi. Bile ka ardhur njëri dhe ka thonën Ibn Jurmuz, i ka thonën ja emir al-mu'minin qataltuhu. O prisi besimtarëve mbyta. Thot la tafrah, mos u gëzo, se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë qatil ibn Safiyya fi an-nar. Mos u gëzo, se kam dëgjuar pejgamberin të thonë ai i cili e mbyt kët ka më qenë prej banorëve të xhenemit, Allahu na ruaj. Talha Aliu radhiyallahu ta'ala anhu kur e ka pa Talhan të shtrirë, të mbytur, ka zbrit prej kalit tij, ja ka largu pluhurin prej fytyrës. E ka thonën azizun aleja en arake mujaddalan. Ka thonën është e vështirë për mua me të pa në këtë gjendje. Është e vështirë për mua me të pa këtë gjendje. Transmeton Hasani djali Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, pasha Zotin thotë kam një babën tem duke thonë kisha pas qef me qenë i vdekur para 20 viteve edhe mos më ndodh kjo që më ka ndodh mua sot. Mos më ndodh kjo që më ka ndodh mua sot. Kështu që Talha ibn Ubaydullah radhiyallahu ta'ala anhu në vitin e 36 sipas hijretit ka ra shahid me lejen e Allahu xhalla wa ala, se ajo që ka ndodhur mes tyre ka qenë ijtihad dhe fitne e hipokritëve dhe munafikëve që kanë nxitën me sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë shpresoj te Allahu xhalla wa ala se do të jem me Talhan fqi në xhennet me lejen e Zotit. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Edhe Allahu xhalla wa ala atë ditë në xhennet do të nxjerrë, do të largoj prej zemrave të besimtarëve çdo mllef, mëri edhe idhnim që kanë mes veti, edhe kemë më kënaqur me ton me lejen e Allahu xhalla wa ala në xhennetet e tij.